Republikës sonë me fat festën e Fitër Bajramit, duke uruar më të mirat për ta, duke shpresuar që Zoti i Madhërisëm t'i ketë pranuar lutjet dhe agjërimin e gjithë secilit, dhe duke shpresuar që kjo ditë si gjithnjë përgjatë historisë sonë të na bëjë të gjithëve bashkë, t'i hap zemrat, t'i hap dyert e secilit, t'a rris solidaritetin dhe t'i rris vlerat njerëzore të cilat gjithmonë na kanë bërë bashkë si popull përfshirë në kohët më të rënda, kur pikrisht ky bashkim, pikrisht hapja e zemrave dhe dyerve na ka ndihmuar që të tejkalojmë kohë shumë të rënda për shtetin dhe për kombin tonë. Dua ta falenderoj Myftiun dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij anë kënd Kosovës në Bashkësinë Islame të Kosovës për punën e jashtëzakonshme që e bëjnë përgjatë tërë vitit, por në veçanti përgjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, për të mbështetur familje në nevojë, për të siguruar që çdo familje ka begati, ka harmoni, ka mbështetje, ndihen dorën e mbështetjes edhe në kohë të rënda. Dua t'i falenderoj miqtë e aleatët tanë, të cilët shpesh edhe nëpërmjet shtetit edhe nëpërmjet Bashkësisë Islame ndihmojnë familjet në Kosovë. Dua t'i falenderoj qytetarët tanë zemërgjerë, përfshirë ata nga mërgata jonë, të cilët asnjëherë nuk e mbyllën zemrën, por gjithmonë e hapën atë duke ndihmuar çdo familje që ka nevojë edhe sot të festoj, por ta ndiej dorën e solidaritetit edhe përtej festës Bajramit. Edhe një herë falenderoj Myftiun edhe për bashkëpunimin shumë të mirë të afërt që e kemi pasur përgjatë këtyre viteve, që ka qenë dhe mbetet në interes të Republikës së Kosovës dhe fuqizimit të shtetit tonë, dhe për punën që e bëjnë, që jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit dhe festës së sotme të Bajramit, por çdo ditë të vitit qytetarët tanë të ndihen të mbështetur dhe t'i ndiejnë vlerat më të larta njerëzore, siç është solidariteti. Me fat festën e Fitër Bajramit edhe një herë të gjithë qytetarëve të Kosovës edhe juve mediave që sot jeni në detyrë si gjithmonë.